Ju përshëndes të gjithëve miqtë e mi, këtu nga Hipokrati në Top Channel. Mirë se erdhët edhe këtu të shtunë në minutazhin dedikuar shëndetit. Ju ftoj të informoheni mirë dhe të ndjeheni mirë me ne. Pas siglës, ja nisim me të ftuarën e parë. Jemi miq në pjesën e parë të programit dhe sigurisht në programin Hipokrati nuk mund të mos ishim pranë të gjithë atyre vajzave dhe grave me problematikat e kancerit të gjirit. Jemi në tetorin roz dhe në këtë muaj të ndërgjegjësimit ne absolutisht duhet t'ju themi me zë të fortë që nuk është vetëm tetori, ai muaj në të cilin ne të gjitha bashk duhet të kujdesemi për shëndetin ton, për të mirën e njerëzve tanë të afërt, të prindërve, të fëmijëve, bashkëshortëve të familjes e në këtë kuptim të gjithë shoqërisë. Për të vijuar në këtë ndërgjegjësim në cilin ne nuk do ndalojmë në programin Hipokrati edhe në muajt e ardhshëm, un kam nderin të kem sot të ftuar në program një mjeke pranë Institutit të Shëndetit Publik, doktoresh Genta Qiriako. Përshëndetje, dhe shumë kënaqësi që jam këtu dhe në fakt po e hapim me emisionin tuaj këtë fushat, fakt nga Instituti i Shëndetit Publik. Dhe do të jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm që t'ja arrijmë qëllimit me këtë minutazh sot, por edhe në vijim për të ndërgjegjësuar të gjitha gratë dhe vajzat, për ta kapur sa më herët këtë problem sepse do të shpëtonim jetën. Ju e thatë shumë bukur, në fakt tetori vetëm na nxit për të folur më shumë, por në fakt duhet jetë gjithë viti. Gjithë viti duhet jetë periudhë ndjekjesh dhe kontrollesh sipas programit ton. Ndonjëherë ekzaminimet vetëm në muajin tetor vetëm mbi ngarkojnë sistemin dhe ndonjëherë mund të bëjnë që edhe gabimet mund të jenë më të mëdha. Kështu që është shumë mirë që ne sot po bëjmë këtë thirrje për rëndësinë që ka shëndeti i gruas dhe fatin e madh që kemi nëpërmjet ekzaminimeve për të zbuluar ato gjëra që sigurisht na pëlqejnë, por që mund të kenë zgjidhje nëse zbulohen herët. Doktoresha, statistika si është sot? Ne kemi folur edhe vitin e kaluar. Unë do doja shumë që të mos kishim rritje të rasteve, por gjithsesi ne duhet të shohim të flasim të vërtetën ashtu siç është. Është e vërtetë që në 10 vitet e fundit në vlera absolute ka një rritje të numrit të rasteve të reja të zbuluara me kancer gjiri. Këtë vit kemi 805 nga të cilët raste, nga të cilët vetëm 14 janë tek burrat. Pra është një patologji që shfaqet edhe nëse në shifra shumë të ulta, por edhe tek burrat. Por pse do thuash kemi këtë rritje? Sigurisht që ka disa faktorë, por ne ja atribojmë shumë dy komponentëve kryesor. Rritjes së jetëgjatësisë, pra njerëzit po jetojnë më shumë, dhe e dyta, që mendoj që ka lidhje direkte me fushatën, është ndërgjegjësimi më i madh. Unë po jap vetëm një shembull. Në 2015 numëroheshin rreth 5000 ekzaminime mamografike në Shqipëri. Sot, në fund brenda 2024-s 22000, në 3 vitet e mëparshme 25000 në vit, çdo vit. Pra 5 fish më shumë. Dhe kjo pa diskutim që lidhet dhe me zbulime rastesh, sepse në fakt ky është qëllimi i mamografisë apo i ndërgjegjësimit, që ti të shkosh më herët tek mjeku, atëherë kur nuk e shenja, nuk duket asgjë, por nëpërmjet ekzaminimeve zbulohet diçka. Pse themi që këtë duam? Sigurisht ne s'duam që popullata të smuret, por duam këtë gjë sepse nëpërmjet këtyre ekzaminimeve zbulimi është shumë i hershëm. Dhe shkalla e suksesit është shumë e lartë. Pra, nëse një grua shkon dhe ndiqet pa pasur shenja klinike dhe nëse zbulohet me kancer gjiri, mundësia për të shëruar është e lartë, nëse statet janë shumë të hershme. E qartë. Dhe këtë shans ta jep pra ekzaminime mamografisë ose edhe ekzaminime të tjera, të cilat më përpara nuk kanë qenë. Doktoresha, po vihet re edhe një prekje e moshave të reja. Ndoshta moshat e reja nuk e kanë shumë të theksuar atë kulturën e shkuarjes te mjeku, të bërjes së ekzaminimeve, po ndoshta në një moshë të re dhe ekzaminimet që bëhen tek vajzat gratë në moshë më madhore, ndoshta dëmtojnë diçka shëndetin e tyre apo jo? Atëherë, që ta qetësojmë publikun e grave një herë,
shumica absolute e kancerve të gjirit shfaqen bas moshës 50 vjeç. Por nuk përjashtohen, keni shumë të drejtë që ka dhe raste në moshë më të re, dhe madje mund të jetë raste shumë të agresive me një ecuri, do thoja të padëshirueshme. Por nuk janë shumica. Çfarë këshillojmë ne që në fillim çdo vajzë, në fakt e kam thënë kudo dhe tash më duket sikur vetëm përsërisim vetëm, por këto janë mesazhet që ne japim. Çdo vajzë e re që mbas të 20-tave, 25-ave duhet të njohë strukturën e gjirit nëpërmjet vet kontrollit. Sa herë bën dush, secila nga ne duhet të di se si është struktura. Dhe kjo nuk ndodh dhe nuk bëhet për të kuptuar a kemi apo jo tumor, se nuk është e mundur ta zbulosh. Plus që në atë moshë janë shumë të rralla rastet. Por për të kuptuar se si ndryshon struktura e gjirit me kalimin e viteve. Ndonjëherë këto ndryshime janë dhe mujore në varësi të po themi nivelit hormoneve. Duke e njohur këtë strukturë çdo lloj dhe duke e bërë në mënyrë të vazhdueshme këtë ekzaminim pra vet, çdo lloj ndryshimi i mëvonshëm duhet të na shqetësojë. Kështu që fillohet me këtë lloj vet kontrolli dhe pastaj pa diskutim në çdo vizitë ginekologjike ose seniologjike, edhe në moshë të re, sigurisht mund të bësh kontrolle për gjirin. Por jo detyrimisht, absolutisht, nuk duan të mbi ngarkojmë gratë me bërë ekzaminime të panevojshme. Zakonisht ne rekomandojmë që nëse nuk ka pasur, ka shumë rëndësi faktorët e riskut. Pra një vajzë, një grua që nuk ka asnjë në familje me histori kanceri gjiri, që nuk ka, pra nëna, zakonisht nëna, motra, tezja, brezi i parë zakonisht, nuk ka pse të shqetësohet shumë herët për të nënshtruar këtyre ekzaminimeve. Por sigurisht, ndërgjegjësimi për të kontrolluar gjirin është gjithmonë për të gjitha gratë. Nëse flasim për një grua që nuk ka histori të tillë, rekomandohet që pas të 35-ave të fillojë me një ekzaminim ekografie. Pikërisht për të parë se si është struktura e gjirit, tashmë jo vetëm me dorë, me preket me vetë kontroll, por edhe e parë nga mjeku. Dhe është mjeku ai që e përcakton nëse ti ke nevojë apo jo për të bërë ndjekje të mëvonshme. Dhe kjo mund të ndodhë çdo 2-3 vjet nëse nuk ka indikacion nga mjeku që ke nevojë të bësh më herët. Kurse ekzaminimi mamografisë në protokollet tona është mbas moshës 50 vjeç, gjithnjë nëse nuk ke faktor risku. Një faktor risku është dhe obeziteti. Për shembull thuhet që gratë që kanë mbi peshë ose tamam obezitet janë më të riskuara për të bërë kancer gjiri. Pse doktoresha kjo? Atëherë, sepse obeziteti së bashku me faktorët e tjerë të stilit jetesës, aktiviteti fizik, veset, duhani, alkooli, ndikojnë në shumë forma kancerish. Po te gratë, kanceri i gjirit është kanceri më i zakonshëm, të cilat i prek ato. Kështu që nëse je një gruaj që ke një faktor të tillë risku, ekzaminohu pak më shpejt. Por edhe duhet t'japim mesazhin që mos t'i bëjnë pa rekomandimin e mjekut, pra sepse shpesh herë fobia është kaq e madhe sa që mund të shkojnë që në moshën 40 vjeç në shtrohen të gjitha ekzaminimet të mundshme, radiologjike ose jo, të cilat ndonjëherë bëjnë dhe dëm nëse janë të nevojshme. Pra çdo gjë duhet të jetë sipas këshillave, por dhe sipas historikut të smundjeve. Doktoresha, ndikon si faktor, po themi, gjithëdhënia kur gruaja ka lindur fëmijë, a e mbron gjirin gjithëdhënia? Gjithëdhënia e mbron gjirin. Një nga faktorët e riskut për të bërë kancer është ekspozimi i zgjatur ndaj hormonit të estrogenit. Dhe gjatë gjithëdhënies, si dhe gjatë shtatzanisë, estrogeni bie. Dhe pikërisht është një faktor mbrojtës për një grua për të mos bërë kancer gjiri. Pra thuhet zakonisht që vajzat ose gratë që kanë pasur një menark të hershme, pra ardhjen e menstruacioneve në kohë shumë të hershme, dhe menopauzë të vonshëm, që do të thotë pra një periudhë të gjatë vitesh ku ekspozimi ndaj estrogenit është më i madh, më i gjatë në vite, kanë më shumë risk për të bërë kancer gjiri. Dhe po kështu gratë që nuk kanë lindur apo gratë që nuk kanë ushqyer me gjë. Sigurisht duhet i marrim me rezerva, nuk dua t'i japim. Por janë faktor që janë marrë në konsiderat si faktor risku, dhe që mirë është që t'i themi dhe gratë ta dinë. Sot në Shqipëri, si i trajtojmë këto probleme, duke filluar që nga rastet të cilat e shpëtojnë jetën kur kapen herët, edhe tek të tjerat pastaj që atëherë synimi kryesor, sidomos në fushën e shëndetit publik, është sigurisht kapja e hershme. Mundësisht ta parandalosh, por ka disa smundje që është vështirë ti parandalosh,
sepse dhe shkaku fiks nuk dihet. Ka plot tumore dhe kancere që nuk i dihet shkaku. Aludohet për shumë shkaqe, por nuk mund të thuash në mënyrë specifike vetëm ky është. Për shembull, megjithëse në rastin e kancerit pulmonar dihet që është duhani, pra 9-10 të sëmurë me kancer duhani, me kancer mushkërie, pin duhan. Pra duket që ka një lidhje shumë të madhe. Por në shumicën e kancereve të tjera nuk ka një lidhje të tillë. Dhe kjo ne na bën të vëmendshëm që ta orientojmë ndërgjegjësimin drejt parandalimit, por të paktën kur kjo s'është e mundur drejt identifikimit të hershëm. Por gjithsesi dhe identifikimi i hershëm sjell në dukje para raste. Atëherë çfarë duhet bëjmë me këto raste? Nëse rastet zbulohen shumë herët, sigurisht fillohet trajtimi, të cilin e vendos mjeku onkolog, pasi bëhet biopsia dhe nëse fazat janë të hershme, pra duket që ka disa lloj stadesh trajtimi, mund të jetë trajtim kirurgjikal dhe pastaj kimioterapi, radioterapi, mund të jetë vetëm trajtim me kimioterapi, pra në varësi të rastit dhe të stadeve dhe të llojit, po themi, të biopsisë që del tumori, gratë nështrohen trajtimet. Trajtimi i cili zgjat në rast se do përfshi dhe kimioterapin rreth një vit e pak. Dhe pastaj ka vetëm kontrolle shëndetësore, të cilat janë vetëm kontrolle periodike për të mbajtur në kontroll ato organe që mund të preken nga një ripërsëritje. Doktoresha, po përdorimi i kontraceptivëve është edhe ky një risk për shfaqjen e këtyre llojeve? Po, është një faktor risku, sepse lidhet përsëri me ekspozimin ndaj estrogenit. Por s'duhet japim mesazhen e gabuar. Kontraceptivat janë shumë nevojshëm për gratë të cilat pra duan të merren me planifikimin familjar. E rëndësishme është që kontraceptivat të merren sipas këshillës së mjekut, i cili e mban në monitorim dhe nivelin e hormoneve. Dhe nëpërmjet kësaj ndryshohen dhe dozat. Një ndjekje e tillë është krejtësisht e sigurt për gratë të cilat marrin kontraceptiv oral. Ajo që ju si institucion sot i vini theksin, punoni dhe ndoshta keni dhe strategjit e një zhvillimi jo vetëm të informimit, por edhe të mbarvajtjes së shëndetit të gruas në përgjithësi. Atëherë, pa diskutim që kemi strategjinë e parandalimit të kancereve, ku fokus kryesor zën kanceret kryesore nga cilët vdesin shqiptarët, që janë kanceri i mushkërisë për burrat dhe kanceri i gjirit për gratë, dhe përveç ndërgjegjësimit, siç po bëj unë tani, edukim shëndetësor, sigurisht Instituti i Shëndetit Publik ka vënë në dispozicion që prej vitit 2015 2 mamografi lëvizëse, të cilat janë aparatura mamografie, si çdo mamografi, por që të vendosura në makina, të cilat lëvizin në të gjitha zonat, kryesisht zona rurale apo periurbane, ku aksesi është më i kufizuar, ose ku qyteti ku jetojnë, ose pra qyteti ku jetojnë ato gra nuk ka aparat mamografie. Kështu që ofrimi i shërbimit edhe në vendet ku më përpara ka qenë pra e pamundur për bërë ekzaminime të tilla, ka rritur shumë ndërgjegjësimin e grave për ta bërë ekzaminimin. Nga ana psikologjike, si duhet punuar me këto paciente, doktoresha? Po, faleminderit që solla në vëmendje, sepse në të vërtetë është një situatë e cila nëse zbulohet, kërkon patjetër një mbështetje të madhe psikologjike. Dhe kjo duhet ndodhi jo vetëm në klinika, ku zakonisht spitalet e kanë ekipin e psikologëve, por tashmë ky staf është punësuar dhe në qendra shëndetësore. Ne kemi risin që 3 vitet të fundit po furnizohet çdo qendër shëndetësore me psikologun e tij. Nuk është plotësuar plotësisht në 362 qendrat shëndetësore, por shumica janë vendosur. Dhe kjo është për të ardhur në ndihmë pikërisht komunitetit për sëmundje të ndryshme, për probleme të ndryshme, ku sigurisht njëra nga problemet mund të jetë edhe kanceri i gjirit, po është një mbështetje jo vetëm e nevojshme, por do thoya e domosdoshme. Dhe një këshill së fundi për të gjitha gratë dhe vajzat që sot e kalojnë këtë problematik. Janë në luftën e tyre për të përballur. Atëherë, pa diskutim këtyre grave dhe vajzave do t'i uroja shërim të shpejtë. Shanset janë shumë të mira, duhet jemi optimist, sepse sidomos për kancerin e gjirit duket që shkenca po bën shumë, sepse ka dhënë efikasitet. Sot ne kemi gra që janë plotësisht të shëruara nga kanceri i gjirit, po kaluan 5 vitet e para, ka kaluar sëmundja, po kaluan 10 i e shëruar.
nuk konsiderohesh më paciente me kancer gjiri. Dhe pa diskutim të ndjekin protokollin e ndjekjes së patologjisë dhe sigurisht kanë kujdes ta jetojnë jetën sepse është e bukur dhe kjo situatë do kaloj shumë shpejt. Në fakt është për të theksuar në këtë moment të kësaj bisede doktoresh Genta, për t'ju qenë pikërisht afër këtyre pacientëve, jo thjesht për të informuar dhe ndërgjegjësuar pjesën tjetër ndoshta të grave, të cilat ndjehen mirë dhe janë mirë në këtë aspekt. Po, ky është grupi më vulnerabël, është e vërtet. Pikërisht. Dhe përfitoj që jemi së bashku dhe në prezencën tënde të falenderoj për forcën të gjitha gratë dhe vajzat që përballen sot me kancerin e gjirit, për forcën të cilën ja japin si shembull të gjithë shoqërisë. Grave, vajzave, burrave, fëmijëve, prindërve, të gjithëve. Për atë forcë në fakt do doja të flisnim dhe të flisnim gjatë, sepse është një forcë që jo vetëm nuk e shpjegojmë dot, është një forcë e admirueshme, një forcë për jetën, për të mundur një herë mirë vdekjen. Do doja shumë të falenderoja të gjitha gratë dhe vajzat që nuk i njoh që kanë këtë problematik. Do doja shumë të falenderoja për forcën të gjitha koleget. Kur them koleget, them gazetaret, vajzat e ekranit, të gjitha ato që e pranojnë publikisht dhe bëhen pjesë e ndërgjegjësimit dhe bëhen pjesë e shpërndarjes një force që mbi të gjitha trajtimet dhe ekzaminimet është çelësi i suksesit. Do doja shumë një përqafim të madh dhe një falënderim për forcën nga Studio Hipokratit në prezencë të doktoresh Gentës. Ishte shumë kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi dhe për ne dhe me thënë drejtën, çdo tetor ndihemi dhe më të emocionuar. Fjalët tuaja ishin shumë prekse dhe me të vërtet besoj se shkojnë aty ku duhet. Ne do të jemi sërish bashk gjatë këtij muaji, edhe nëse nuk do të jemi në ekran, do të jemi për të këshilluar, për të bërë më të mirën e mundshme edhe me mjekët që përballen çdo ditë fizikisht në këto situata, me mjekët e imazherisë, por edhe me kirurgët, klinicistët, të gjithë të tjerët, për të bërë maksimumin që edhe këtë tetor të ndërgjegjësojmë njerëzit jo vetëm për tetorin, por gjatë gjithë muajve të vitit. Dhe jo vetëm gratë në fakt, por edhe bashkëshortët e tyre, baballarët, vëllezrit, për të ruajtur të paprekur dhe të bukur gjirin e gruas dhe mbi të gjitha jetën e saj. Faleminderit nga zemra doktoresha. Një kënaqësi dhe për mua. Miqtë e mi, do të jemi në pjesën e dytë të programit, sërish me informacione të rëndësishme për shëndetin, ndaj juftoj të qëndroni me ne këtu në Hipokrati, në Top Channel, ka publicitet.